Në një klim tensioni në rritje në lindjen e mesme, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thirrur një takim të nivelit të lartë të sigurisë me drejtuesit më të lartë të ushtrisë dhe shërbimit të inteligjencës për të shërtuar situatën e krijuar rreth Iranit dhe zhvillimet e fundit diplomatike nga Shtetet e Bashkuara. Në mbledhje morën pjesë figura kyçe të strukturave të sigurisë, mes tyre shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, i cili ishte kthyer së fundmi nga Washingtoni. Gjatë vizitës në SBA, ai zhvilloi bisedime me zyrtar amerikan për çështjen iraniane dhe opsionet e mundshme të reagimit ndaj programeve ushtarake të Teheranit. Sipas raportimeve mediatike, Zamir ka udhëtuar me avion privat për të shmangur vëmendjen publike dhe për të ruajtur konfidencialitetin e misionit. Transmetuesi shtetëror izraelit kanë bërë të ditur se në takim ishte i pranishëm dhe kreu i Mossadit David Barnea, ndërsa diskutimet janë përqendruar te rreziku që sipas Izraelit paraqet avancimi i Iranit në programin bërthamor dhe raketor. Burimet e paidentifikuara kanë pohuar si gjatë takimeve me palën amerikane, përfaqësuesit izraelit kanë kërkuar që Shtetet e Bashkuara të marrin në konsiderat një veprim ushtarak ndaj Iranit. Nga ana tjetër, sipas një zyrtari izraelit, presidenti amerikan Donald Trump po favorizon një strategji dhe negociatash të ashpra me Teheranin dhe synimin për të detyruar Republikën Islamike të heqë dorë nga programimi i saj bërthamor. Megjithatë, Izraeli ka paralajmëruar se mungesa e një veprimi konkret mund të sjellë pasoja serioze për sigurinë rajonale, duke theksuar se Irani ka bërë përparime të ndjeshme në kapacitetet e tij ushtarake. Deri më tani, autoritetet izraelite nuk kanë dalë në një deklaratë zyrtare për përmbajtjen e takimit, ndërsa zhvillimet pritet të ndiqen nga afër si në Tel Aviv, ashtu dhe në Washington për shkak të ndikimit të drejt për drejt nga bilancet e sigurisë në rajon.